E shkolla duhet të jetë vendi ku fëmijët ndjehen të sigurt, të lirë dhe të mbrojtur. Por çfarë ndodh kur frika, presioni dhe ngacmimi futen brenda mureve të saj? Ngacmimet seksuale në shkolla janë një realitet për cilin po flitet gjithnjë e më shumë edhe në Kosovë. Apo rriten rastet apo viktimat më në fund po guxojnë të flasin. Kush po dështon, sistemi, familja apo shoqëria? Për këtë do të diskutojmë sot në studion e Pikës së ditës me panelistë të ftuar, duke filluar nga Argjend Osmani, njohësi i arsimit dhe kënaqësimet pasur në studion këtë diskutim. Faleminderit për ftesën. Gjevahire Roma Krasniqe, marrëdhënie ndërkombëtare, kënaqësimet pasur në studio. Faleminderit edhe për kënaqësi. Ashtu Azira Elshani, psikolog, kënaqësimet pasur në studio. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju dhe për gjithë stafin. Ashtu Zair Hamza, avokat, kënaqësi gjithmonë të pasur në studio. Faleminderit për ftesën. Fatime Sopjani Mejzini, psikologe, e kënaqësimet pasur në studio. Faleminderit. Me pyetjen e parë që du me fillu është, a duhet të futet edukimi seksual në shkolla? Të fillojmë kështu me zotëria Argjenden. Unë mendoj se kjo pjesë është tashmë e mbuluar me kurrikulën e Kosovës dhe personalisht nuk e shoh të nevojshme që kjo të jetë një lëndë e veçantë e cila do të ligjërohej dhe do të mësohej në për shkollat e Kosovës. Unë më shumë e shoh të nevojshme dhe të arsyeshme të flasim e të diskutojmë sa duhet të kenë nxënësit një edukim më të mirë dhe një edukim më të thukët të sjelljeve, të moralit të tyre, sepse problemet që shfaqen të kësaj natyre, pra të ngacmimeve seksuale dhe të ngjajshme, kryesisht lidhen me mungesën e moralit, mungesën e edukatës, kurse si nuk lidhen me mungesën e njohurive të edukatës seksuale. Andaj, gjithmonë, personalisht e preferoj që para se të miremi me trajtimin e një problemi, të bëhet një analizë se a ka ndonjë mënyrë që ai problem i cili është shfaqur, do thotë të mirën masa preventive që të mos shfaqet ose të zvoglohet ajo masa në të cilën shfaqet në shoqërinë kosovare. Çfarë mase për shembull? Po këto masa e edukimit moral që përmenda është preventiv për eliminimin ose zvoglimin e paraqitjes së ngacmimeve seksuale që vazhdimisht ndodhin në për shkolla, por këto nuk janë të vetmet dukuri degeneruese që shfaqen tek shkollat. Po, veç është pika e fundit, sepse nuk është e vetmja, por është ndoshta pika e fundit ngacmimi seksual, që mund të pritet. Natyrisht ne jemi duke trajtuar si fenomen, por si që thash një edukim moral dhe një sjellje, mund them, më e afërt njerëzore, e cila do të ligjërohej dhe do të proklamohej brenda shkollës, do të shërbente si preventiv për parandalimin jo vetëm të ngacmimeve seksuale, por do të shërbente si preventiv edhe për luftimin e bulizimit, për zvoglimin e për shembull dukurive asociale, siç janë duhani, droga, alkooli, dhe mungesa e respektit që është jashtëzakonisht e shprehur nëpër shkolla, mungesa e respekti për njëri tjetrin, do thotë në mesin e nxënësve, por edhe në aspektin vertikal, pra për mungesa e respektit dhe edhe për mësimdhënësit, do thotë. Zonja Krasniqe? Mendoj që së pari kjo temë është shumë e ndihshme, edhe don vëmendje jashtëzakonisht madhe, edhe don mekanizma të vërtet që me parandalu këtë dukuni. Mendoj që kjo fillon në familje. Nëse komunikimi nëpër familjet tona mendoj që është pak i cekt, se e ka një prind me fëmijë janë shumë të ftoftë mes vete. Mendoj që duhet me kanë më të afërt, me pas një komunikim shumë më të shnurshëm, nëse
vajzës apo djalit i ndodh një ngacmim në shkollë, me ardhë dhe m'ju tregu prindve, jo me majtë në veti, ose me tregu një shokut, edhe masane ajo as nuk po raportohet vetëm po heshtet. Kjo ndodh edhe në botë, po mirë kish qenë për shkollat tona më apliku edukimi seksual. Se kjo e kish parandalu, shumë raste kish parandalu, se kemi shumë vende në Evropë, që për shembull është Suedia, që e aplikon këtë land, ta quja ashtu, edhe rastet veç shfaqen, nuk rinë të heshtuna, të na rinë shumë të heshtuna. Edhe se sikur u kriju një farë frike për me tregu. Ama dohet me tregu. Po pse është kriju kjo frika për me tregu? Fillimisht qysh e thash, në familje është kriju një raport shumë i ftoftë mes fëmijëve, nuk është ai raporti që mundet fëmija diçka me ndodhë në shkollë, në rrugë, në institucion, me ardhë drejt e familja dhe me i tregu që kështu ka ndodhë. Jena shumë, e kena raportin me fëmijë shumë cekt, derisa ne te kemi një raport ma të ngrohtë me fëmin tonë, edhe ta llogaritim që edhe ai qatë fjalë që e thot vërtetën. Jo veç se me dallu ngacmimin prej pëlqimit, se këto janë dy gjëra ndryshme, se kemi raste që edhe mësimdhënësa janë martu me nxënëse, nuk është një dukuni që është e re sot, po me dallu pëlqimin prej ngacmimit. Menoj që në familje fillon, edhe shkolla është ajo që informon, ma në familja është ajo që e aplikon, e tregon një rrugë që është duhun për vajzën ose djalin. Zotri Elçani? Mirë, faleminderit, është si tha dhe kolegja, se me të vërtetë është një temë që është e ndjeshme, por gjithëherë gjërat cilat kemë të bëjmë me parandalim dhe me vetëdijsim dhe në përmirësim të cilësisë jetës në shkolla, që është burim i një shoqërie shkolla, arsimimi, duhet gjithëherë të reflektojmë dhe t'i thejmë tabut cilat janë të ndërtuara në komunitetin tonë. Megjithatë unë po e nisi si pike parë në aspektin tim nga këndvështrimi profesional shkencor që ngacmimi seksual nënkupton në vetvete si fenomen me një patologji e cila është e krijuar tek individi, që në fakt në vetvete kemi të bëjmë me një smundje. Edhe nga kjo ne duhet gjithëherë ta ngrejmë atë vetdijen se për gjërat cilat njerëz janë të sëmurë duhet të trajtohen. Dhe do të kenë mundësi që njerëz të smurë të jenë me këto patologji, të jenë pjesë e shoqërisë, sigurisht që do të jenë pjesë, por jo në vendet të cilat janë të ndjeshme, në këtë rast, siç është shkolla. Përveçsi po du me përshkru pak atë kuptimin e përgjithshëm të ngjarjes se si e zhvillon atë ideologjinë e vetë në këtë rast personi që ka predispozit për ta bërë këtë fenomen në vetvete, ai është një person pervers që quajmë dhe ka për qëllim apo është në një farforme i detyruar në një farforme t'i plotësoj dëshirat e veta, ta bëj ekuilibrin në mes marrëdhënies së dëshiruar, që ka një marrëdhënie të dëshiruar për veten, ndaj një përgatitjes një marrëdhënie të një interesi të posaçëm ndaj viktimes në këtë rast. Kjo në vetvete është një koncept për cilën ne duhet të kemi kujdes. Ne si profesionalist gjithëherë kemi ngresh shqetësimet tona që kjo dukuri në shkolla ka qenë gjithëherë, po jo në ato përmosat e mëdha. Tani në këtë koncept kur flasim se sjellja apo ngacmimi seksual në vetvete është një sjellje pa dëshirueshme ndaj një personi që i bëhet në forma apo në aspektin e një ngacmimi verbal që ka lloje të ndryshme të ngacmimeve seksuale që din për t'i bërë njerëz, ngacmimet seksuale që bëhen në forma verbale, jo verbale, fizike dhe psikologjike. Nga këto koncepte, krejt këto kanë për një qëllim nga personi përveçsi që ai ka si nevojë për ta ushtruar në dëmtimin e identitetit tek fëmia. Kur flasim tani për ato veçoritë e caktuara të
dëmtimeve në identitet tek fëmia, kemi shumë dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm se çfarë po ndodh në zhvillimet hershme tek fëmijët. Po ndodhin gjona shumë të rënda. Që ai fëmijë do t'i ndoj në vjetrosha, pak e mos ju marr edhe kolegëve se po besoj që kemi edhe po okay, atëherë po a mundem veç mendimet e para, sidomos pastaj edhe të kalojnë tek më gjërësisht. Zotri Hamza? Na desh të muqu se edhe shumicën e fjalëve i thonë. Thash s'kemi çka thënë. Jo, ti mundesh më fol më për rastet konkrete prej këndvështrimit vet. Pak institucioni shkollor duhet të jetë vendi më i sigurt poshtë shtëpisë, që fëmijë kur shkon aty të ketë një siguri dhe mos marr trauma. Në rastet të fundit të cilët janë të ngasmohen nga mësimdhënësit apo dhe persona të tjerë. Çështja e edukimit seksual në shkolla duhet të jetë, por me arsyetimin se ne jemi shoqëri pak me tradita dhe zakone dhe tradicion që për shoqërinë tonë pak është e pakuptimt. Nuk e pranojnë vetvete. Po mirë është që duhet të ketë dhe të vetë mbrohet me një farë, qoftë indirekt apo direkt. Dhe sipas legislacionit tonë penal, ngacmimi seksual dënohet. Kemi raste të cilat dënohen me gjobë dhe deri në 3 vite burgim. Ndërsa personat të cilët e kryjnë, të cilët kanë ndikim në shoqëri dhe kanë pozitat, siç janë drejtori, mësimdhënësi, ata dënohen pak më rënd, nga 6 muaj deri në 3 vite me burgim. Ndërsa nëse personi e kemi me një drejtor të një shkolle, ku pas pak ja kërkoi edhe lindës regjistër me ndoshta lajmin e plot. Rasti i këtij është kodifikohet si vepër penale sulm seksual dhe dënohet me 6 muaj burgim deri në 3 vite burgim. A ju duket ky dënim i vogël? Çështja e dënimit. Sipas mendimet nuk është, na nuk mirë me çështja e dënimit. Dënimi është një dënim që mirret, po është më rëndësishme që të parandalohet paraprakisht. Zakonisht dënimi i shqiptohet një personi i cili për të ndikuar për të tjerët që të mos kryejnë vepër penale se do të dënohen. Po 3 vite burgim, a mund të ndikojë tek të tjerët? Absolutisht është i pamjaftueshëm në një fjalë kur ti kryen një vepër njerëzore, mund të them, dhe kur ndaj viktimës krijohen pasoja të vazhdueshme ndër vite, pasoja psikologjike, pasoja të tjera të rënda. Kjo është ajo, por besoj që si mas parandaluese do të ishte më mirë që institucionet shkollore në përshkollat të ketë një grup i veçantë, mund të them, që të punoj ekskluzivisht për këto çështje dhe viktima në qoftë bien që të situatë që të njoftoj pa paralajmërim dhe po të jetë një grup sekret, mund të them që se mos përhapet ajo deklarata apo sinjalizimi i dhunës. Person për shembull nëse bie ndonjë nxënës këtë situatë, atëherë ka ku ti drejtohet në organit sekret apo një besueshëm të krijohet brenda shkollës që edhe viktimat të lirshëm të raportojë dhe të parandalohet kjo dikuri negative në shoqërinë tonë. E posaçërisht në shkolla apo në institucione të tjera. Nëse plane? Unë në përgjithësi pajtohem me parafolësit, shumë është e rëndësishme edukime. Derisa të vim të ngacmimet edukime. Qysh mujna me trajtu ngacmimet kur nuk kemi edukim duhun. Unë i kom pas 3 fëmijë në shkollë edhe i kam në shkollë. Është shumë i rëndësishëm komunikimi prind mësimdhënës ose prind shkollë. Përderisa fëmia është në shkollë, përgjithësinë e ka shkolla. Momentin që del prej dyrëve të shkollës, përgjithësinë e ka prindi. Po. Derisa të shkojmë të marrim masa e të shtim lanë të edukatës seksuale, na duhet neve një edukatë tjetër. Edukata e morali që është shumë e rëndësishme, për fat keq është shumë të mungu. Mandej edhe kur ngacmimi që ndodhe dhe mes fëmijëve, jo veç deri te ngacmimi seksual. Ajo mundet me kon fjalë shumë lënduese për dikon, mundet me kon irituese për me shku në shkollë. Fëmija mu mbyll në vete, është shumë me rëndësi me folë,
o shumë me rëndësi edhe tjetri mos me najt indiferent kur e shën ngacmimin ndaj shokut, shoqës, pa marrë parasysh. Unë e shoh që ta shumë të rëndësishme edukimi edhe komunikimi më i mirë mes prindve edhe shkollës, mësim dhënësve. Edhe para se me shku të mësim dhënësi, unë e mendoj që përgjithësinë kryesore e ka prindi. Fëmija agresiv ose fëmija që ngacmon tjertë, unë e mendoj që aty do të shkolla me prindin mu zgjidh. Po mendoj që në familje e merr atë agresivitetin, thojsa se i shoh nëpër kopshte, nëpër qerdhe, ku fëmija 2-3 vjet, 5 vjet janë jashtëzakonisht vrazhd. Po, janë shumë, nuk janë me një farë mënyrë, nuk janë të kulturum. Jo. Si janë të kulturum, se ka vjen që aje kultur, ka po buron, aje buron prej familjes, nëse është një prind që edukon në mënyrë ma të butë, mas parit e na si kur mungon dashnia, si kur nuk... Empati, s'kemi empati, nuk e ofrojmë fëmin nga të vetës, po nuk, si kur mungon, shumë mungon kjo lloj komunikimi mes prindit. Po, jashtëzakonisht mungon. Në isha ndërlidh me shumë gjëra që kryesisht ta zhvillojmë një debat që ka të bëjë kryesisht me temen, se për shkak se fëmijët që këtu kolegët po i tregojnë ngjarjet e sjelljeve të pakontrollueshme që fëmijët i kanë në zhvillim të hershëm, edhe ajo është një temë në vete. Po, ama kjo ndoshta nuk arsyetot me ngacmimin seksual që zgjedh. Një drejtor, një profesor, një teknik i shkollës. Drejtori një shkolle, bëhet drejtori një institucioni, bëhet mësim të dhënë. Ajo fillon. Është element në personalitet. Reflekton se ti që rritesh në ma vonë në jetën tane, ka me reflektu se ti qysh e rrit, mënyra se qysh e eduku, reflekton ma vonë. Na pëlqej, s'na pëlqej, kjo është kulumtim shkencor, nuk është që veç po thon fjalë. Jo, nuk po kundërshtoj atë, por megjithatë konkretisht lidhur me çështjen që jemi duke diskutuar, është një çështje për cilën ka pak dallim nga kjo. Megjithatë, pse? Unë muj me thonë lirisht se qëllimi i perverzit që ka synim për ta ushtruar funksionimin ndaj sjelljeve të cilat ai din dhe mirë i ka të ndërtuara në personalitet, ai nuk e pyet se si është rrit e u zhvillu në familje. Por ai kërkon ta kryej modelin e vet, projektin e vet, për shkak se ka dëshirë ta përfitoj dhe ta plotësoj veten duke ngacmuar. Dhe ngacmimet e tij në këtë rast janë kryesisht tek fëmijët që janë të pambrojtur. Po drejtor i një shkolle, nuk ka një test me testu inteligjencën tonë, këto arsimi do të me Ministri i Arsimit do të me i ditë ma mirë, menoj që do të me kriju mekanizma ndryshëm për me vlerësu një person, a është i aftë edhe a ka të ai pedofilizëm, ta që nga shto, për me qenë në arsem. Ne kemi pas një reagim nga Ministri Arsimit, ndoshta shumë shpejta Linda do ta vendosë dhe lajmin. Këto e kam lajmin, apo? Okej, ta lexojmë bashk. E ta shohem ndoshta për rastin e fundit saj përket drejtorit të dyshuar për ngacmim seksual. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shprehur shqetësim lidhur me rastin e raportuar në komunën e Gjakovës për ngacmim seksual nga ana e drejtorit të një institucioni arsimor. Ministria përmes një komunikate ka deklaruar se mënyrë pas informacionit, Inspektoriati i Arsimit ka kontaktuar Policinë e Kosovës dhe Drejtorinë Komunale të Arsimit në Gjakovë për të siguruar informacionet relevante lidhur me veprimet institucionale të ndërmarra. Ky është një reagim, ndoshta sa i përket Ministrisë së Arsimit, po ajo duket si reagim i vëndshëm. Çdo det ndëgjoj që prej këtij rasti shprehim shqetësim, në këtë rast shprehim shqetësim, në këtë rast shprehim shqetësim, por nuk e shoh një trajnim për shembull për mësimdhënësa, një trajnim për fëmijë, një trajnim për familjar, një mekanizëm që i largon këto dukuni që na prekon neve si shoqëni, si familje dhe si popull. Nuk e shoh një diçka konkrete që bëhet për një sektor, për një person caktuar, për institucione caktuar. Çdo ditë shprehim shqetësime, por nuk merret një hap
konkret për me luftu një dukuri dëmshme. Unë mendoj se rastet e tilla të shpërfaqura në shoqërinë tonë padyshim që tregojnë edhe atë birësinë e sistemit të arsimit. Mos harrojmë që këta drejtorë të shkollave, mësimdhënës apo personel tjerë të involvuar në këtë sistem kalojnë nëpër një filtr, po e quajmë zyrtar dhe i dizajnuar që eventualisht problemet që mund shfaqen tek personalitetet dhe karakteret e tyne të detektohen dhe të mos vendosen persona të tillë në pozita udhëheqëse. Por realiteti është dikun krejt tjetër dhe është shumë ndryshe se sa që mundohen ta paraqesin zyrtarët shtetëror. Kjo para së gjithash ka të bëjë me politizimin e skajshëm të sistemit arsimor, me avansimin, me mungesën e meritokracisë dhe me përgjithësi Nepotizëm i shtuar. po sigurisht edhe me nepotizëm, edhe me klientalizëm kryesisht të motivuar politikisht. Dhe nëse personat e caktuar janë në vijë dhe në shërbim të këtyre partive të caktuara politike që janë përgjithëse për regrutim, atëherë shumë gjëra tjera do të thotë përbijen dhe mbulohen. Po, ama zotëri Osmani, është shumë e lehtë me javu fajën ndoshta politikës, sepse ne jemi vetë ata që e votojmë këtë politikë dhe këto parti politike. Përderisa nëse është politika, jemi ne si popull. Ndoshta ne kemi pak fajë që nuk flasim shumë shpesh për dukuritë të tilla. Ne vendosim të bëjmë protesta ndoshta për diçka krejtësisht tjetër, po asnjëherë s'kemi pa protesta për edukimin seksual. Kemi pa për shumë pak. Konsiderohet tabu, të numruara në gishta dhe që jem shoqëni tradicionale me tradita, po kjo sikur nuk po na mjafton, se na jemi me tradita, po jena shumë është në kontradikt me këta. Po për shkak të traditave po bëhet edhe heshtja e tillë, ndoshta tek fëmijët që vetëm në gjatë luta se unë isha duke folë për aspekte negativ të politikës. Po, e kuptoj shumë mirë, po. Tash me qenë se edhe jemi në prag të zgjedhjeve, është mirë ta trajtojmë këtë, për shkak se konkretisht fushën e arsimit nuk është që e ka udhëhequr vetëm një parti politike dhe vetëm njëra prej tyre e ka sjellur këtë katrahur dhe këtë gjendje të vdekjes klinike në cilën gjendet sistemi arsimor. Ministrinë e Arsimit e kanë udhëhequr dhe qeverinë pothuajse gjitha partitë e mëdha që i kemi, gjithat me radhë dhe secila që ka ardhur ka bë gara me partitë e tjera se sa do ta shfrytëzoj Ministrinë e Arsimit dhe sistemin për të rahatuar militant, për të mbledhur vota, për të shtrirë ndikimin, për të dhënë subvencione me qëllim që kjo gjitha të përkthehet në vota. Kur them mungesa meritokracisë, nepotizmi, klientalizmi, kjo nënkupton që këto parti politike i kanë futur duart, do thotë në regrutimin jo vetëm të personelit që bën pjesë në menaxhimin e institucioneve arsimore apo të drejtorive komunale, por edhe në pozita krejtësisht irrelevante, sikur që janë për shembull punëtorët teknik, edhe ata regrutohen në bazë të preferencave të partive politike. Dhe tash vijnë këto tek thelbi i problemit që e përmendet, pse këta drejtor shpërfaqen deformime të tilla, sikur që i përmenden edhe parafolësit, në veçanti psikologin Derun që tha personat me deformime të tilla të karakterit, që pastaj kur vinë në pozita të tilla udhëheqëse e kanë fuqinë për të ndikuar dhe për të përmbushur ato fantazitë e smuara që kanë ata në kokën e tyre që i quajti do të thotë perverse. Natyrisht që kjo është tepër e dëmshme, por nuk mund sado që kisha pas dëshirë dhe më të vërtetë isha ndi shumë i kënaqur që ta shfaqsoj politikën. Po nuk mundem. Atë që tha politika
është zgjedhur nga ne, kjo tregon se ne si popull pra jemi të manipuluar në përzgjedhjen e partive politike që do të na udhëheqin dhe ne gjithmonë do thotë bijem prej në një formë ose në një tjetrën dhe u besojmë mashtruesve, të cilët pastaj vinë në pozita udhëheqëse në qeveri për shembull dhe e shfrytëzojnë sistemin për përfitime personale. Pra është faj pak edhe jone. Jo pak jone, faj është i votuesve, të cilët nuk janë në gjendje ta dallojnë të bardhën nga zeza dhe kjo ndikon pastaj që ne t'u adhojmë fuqinë ekzekutive njerëzve të papërgjegjshëm, cilët e shfrytëzojnë për interesin e vet, po as pak për interesin shoqëror. Zotëri Hamza, ju duket i vënshëm ndoshta ky reagim i Ministrisë së Arsimit? Është rrugës që normal që Ministria duhet del me një reagim të tillë. Çështja e këtyre fenomeneve nuk ndërlidhet vetëm me politikën kush e udhëheq, është çështje më shumë vëdësimi të shoqërisë, të institucioneve. Kemi shkollat janë super të organizuara, të cilët i kanë me staf të kompletuar, me psikolog, me trajtim, me kamera, me gjitha dhe i trajtojnë. Sa përqen e shkolla? Me njëherë me urgjencë. Nuk është një përqindje lortë e shkollave lokale. Po private mund të jenë, edhe shtetërore ka. Unë e di që ka, janë super të organizuar. Janë disa kanë kamera, po reagimi është i shpejtë. Por, është një mangësi tjetër që viktima nuk raporton, nuk njofton. Sa ja ka një farë pasigurie në vete që nuk ka kujde t'i drejtohet, nuk ka mbrojtje, qoftë institucionale apo brenda shkollës, dhe mbetet përsëri viktim dhe paragjikohet për të tjera. Psikologu mund të jetë një mbrojtje e tillë. Te psikologu është fazë tjetër. Po sinjalizimi hapi i parë kur bëhet ngacmimi, ti njoftohet me pas një person të besueshëm brenda shkollës, nëse ngacmohet, kemi edhe ngacmime edhe ndaj gjënis tjetër që është mashkull dhe femër tjera, po nëse shkon drejt për drejt të zyrës, që thash zyra të jetë zyra të maj sekrete, dhe se cili raportues, momenti që raporton në shkollë, a i miret ekskluzivisht, e monitoron dhe qëtë në pa dhe automatikisht të merë masa. Çështja tek e dënimit, unë jam për që në momente që ndodhin këto rastet, kryesisht prej mësimdhënësit, është e rëndë, shumë e rëndë. Dhe nuk duhet të falet ky gabim dhe dënimi automatikisht jo të suspendohet nga puna. Se suspendohet me një farë kohet, në ndërkohë procedura gjyqësore dhe ka raste që kthehen përsëri në institucion arsimor. Kjo është e rëndë, automatikisht të largohet. Dhe sa më shumë që raportohen këto rastet, besoj që numri do të bie dhe pasojat të tjerat do të kenë njohuri që është e dënueshme dhe mos bëjmë këto veprime janë të rënda për shoqërinë tonë dhe është shumë e rëndë madje që për një fëmijë, për një viktim që kryen traumat ndër vite. Mëshërimi i tij është kemi raste që paraqiten mas 30-40 vite, kom pas një rast në shkollë, kom pas këto tash raportohen. Dhe ka kujtime të mërshme i ka persona apo viktime në këtë rast, por do t'i kisha apeluar që çdo veprim të sinjalizohet, të njoftohet. Nëse nuk ka siguri në shkollë, atëherë të njoftohet prindi mirën masa të tjera dhe dënimi të jetë i ashpër. Vetë ke pasur konkretisht raste të tilla që ndoshta dhe i ke kemi pasur raste në praktikë që ka pas ngacmime, por unë si avokat pak me thënë me do rezerve që jam dhe është suspenduar një farë kohë, ndërkohë pas disa vite shkon në gjykate dhe gjatë procedurës kur shkon në gjykate, pas disa vite vjen momenti që edhe lirohet. Është pak absurde. Edhe kjo më diçka shqetësuese. Pra bie që nuk funksionon fort mirë sistemi i drejtësisë në Kosovë? Sistemi i drejtësisë mos të vim gjithmonë në faj gjykatës. Po. Sistemi i drejtësisë përfshihet prej policisë, prokurorisë, janë gjithë të hallë. Gjykata vetëm jep një vendim bazuar në prova që ke. Ndoshta e ka kryer veprën penale të ngacmimit. Por pika fundit është edhe tek gjykata. Po nëse filtrohet gjatë prokurorisë, policisë, shmangen do prova të cilët janë bindse për gjykatën, edhe vendimi del shumë i zbekt dhe jo bindës. Se kam fjalën për policisë shkon. Se ka raste për shembull policisë qoftë indirekt apo direkt, nuk i di,
shmangin do provat të cilët janë të rëndësishme për çështje kamerave, çështje dëshmitarëve, shmangin këto për hir të X personit mësimdhënës që kanë ndikimet indirekte të tjera. Do të thënë që dënimet të jetë i ashpër. Përderisa në shkollë krijohen këto, çka mund të them në rrugë, po diçka. Po duhet të jemi të vetëdijshëm, të punojmë më shumë këtë aspekt dhe të njoftojmë. Momente që je viktimi i këtyre ngacmimeve, automatikisht të njoftohet, qoftë prindi, organit, qoftë institucional, policia apo dikush tjetër. Ose dikush besueshëm patjetër se ka dikush nuk ka besim në polici, ka besim te vllau, ka te motra, ka dikush edhe sinjalizohet, sa më shumë që raportohen, bjen numri i kryqësve të veprave penale të ngacmimit dhe besoj që mos jetë qatë shumë se kemi edhe vende më demokratike që ndikojnë, po më thënë ka ngacmime seksuale, po do të punojmë si shoqëri që jemi në tranzicion që të parandalohet. Po, ka mekanizma ndryshëm që e mbrojnë. Jo politika, më falë, zotni avokat, po ju vetë e theksut që shpesh këto prova dhe këto raste dhe thëtë neglizhohen dhe ka pasur të kaluarën faktikisht rastet e tilla që për shkak të autoritetit që ka pasur mësimdhënësi apo drejtori i shkollës, dhe kur them autoritetin në kupton me ndërlidhshmërinë e tij me partitë të caktuara politike, është heshtur për shkak se është ditë se askush nuk ndërmerr asgjë kundër tij, sepse është shumë i fortë. Ligji nuk hesht, dënon. Ligji nuk hesht, po ligji nuk po, o zotni nuk po funksionon ligji. Ti vetë që funksionon, kur nuk funksionon. Kur shkon 10 vjet në një lond, në gjykatë, normal që edhe viktima stigmatizohet. Kur ti raporton rastin, funksionon. Kur ti hesht, nuk funksionon. Kur ta raportojsh rastin për një drejtor i cili është drejt për drejt i lidhur me kryetarin e komunës, me drejtorin e DK-s. Ti mendon që mundesh edhe drejtorin me, edhe kryetarin edhe komplet me. Po, leta po. Ne kemi pas edhe një reagim gardian është që rastet që i marr unë, momentin që shoh në vesh të shurdhër institucionin e angazhoj media, televizionet. Po. Edhe të bëhen të madhe, edhe s'ka çare pa kryer deri në fund. Edhe dënimi do të jetë meritor. Në qoftë se ti hesht shkon ka daldale përmes institucionit jo, ki media tash super funksionale. Dhe për 24 orë bëjnë të madhe edhe të kanë frikë. Edhe as drejtori, as kryetari marrin përgjegjësi gjithmonë. Viktimat po stigmatizohen, aty po është problemi. Kjo nuk mundet. Viktimat po stigmatizohen dhe ato pastaj nuk po janë të inkurajuar. Çfarë vetëm ta përfundoj apo? Nuk janë të inkurajuar aty paraqesin këto raste. Po zgjasin rastet në gjykatë 10 vite për prit për një vendim. Dhe kemi pas rastin në Drenas, më konkretisht ka qenë raste më i mirë, i mundshëm edhe praktik se si funksionon. Është mirë, ja e sheh. E kupton? Ja ky është sistemi. Nuk e di çka shko procedurë dhe në fund bëhet me merr kompenzim për shtetit me 1000 euro, kesi pa fajshëm, nuk e di. Nuk e di me tregu jam është qetësuese kjo, që bo mediale është rast konkret dhe çka po me çet rast në fund i rrugës. Nuk di rasti si ka përfunduar, apo jo është problemi. Hapet ajo hallka e madhe në për institucionet që gjithë dalën para drejtësisë. Mos na shkalohet kjo. Po para drejtësisë dalën, po problemi është edhe dikon tjetër që nëse ata po janë me të fortët, faktikisht edhe gjykata po amon anën atyre. Ne në teori e kemi ligjin që vlen për gjithë njësoj, por ne në praktik po e shohim që s'po funksionon ajo. Nuk po funksionon se ne prapë kthehemi tek ai qëndrimi fillestar që e pata. Ne kemi udhëhes politik të cilët tër ditën qëndrojnë duke menduar se si mund ta shfrytëzojnë sistemin për benefitet të tyre, jo për benefitet të shoqërisë. Dhe në mesin e këtyre angazhimeve destruktive që ata kanë edhe mbrojtjen e këtyre personave në pozita udhëhese dhe lirin që u japin atyre ose të heshur apo edhe verbale që ju bëni çka doni, por ne du votat më sillni. Do thotë këtu është një problem thelbësor që ne si shoqëri nuk jemi duke kuptuar që pikërisht udhëhesët politik
e kanë qelsin për mirëqenjen ose për... Ke të dëgjuara këto apo të para? Të lutem. Lutem, po këtu nuk janë të para. Lutem, unë kam një përvoj shumë të gjatë në këtë fushë, nuk folje në prej me hamensim. Këto janë gjitha gjana që shumë edhe prej tyre nuk përmenden dhe ne dalim bukur në televizion për të folur se si ligji është i mirë dhe ne nuk është problemit e ligji, problemi është e zbatimi i tij. Në qoftë se flasim në të përgjithshme në këtë rast, para këtij mediumi dhe para gjithë ndëgjuesve dhe shikuesve, në formën e përgjithshme që po e potencon kolega këtu në këtë debat, sigurisht që gjithë ata që kanë frikë për t'i prezantuar rastet do të heshtin, siç kanë heshtur deri më tani. Kjo është për keqardhje dhe ky muj me thonë se kjo është një lloj pjesë e një paragjykimi për cilën ne mendojmë se presin 10 vite rastet, jo, në asnjë mënyrë, rastet të cilat kanë të bëjnë me ngacmime seksuale në shkolla, janë raste për cilat janë të një karakteri të rëndësishëm dhe të shpejt në vendimmarrje edhe gjykata. Kështu që për brenda 3 muajve, spaku 3 muaj, gjykata ka me marrë një verdikt fundit dhe ka me dha çmimin e menduar. Çështja 3 muaj është herët. Sigurisht që 3 muaj vetëm akt akuza, faza e timit. Unë tham se brenda një viti asnjë vit nuk shkon varë, varet kompleksiteti i rastit. Një rast e merr verdiktin e fundit. Po, megjithatë, verdikti kryesor megjithatë, nëse ne flasimi për se si duhet me parandalu këto, secili institucion në Kosovë ka në dispozicion aktet ligjore dhe rregullore të veta të punës. Institucionet e shkollës kanë të ndërtuara, përveç ligjit të arsimit parauniversitar që janë të përshkruar gjitha detajet e mbrojtjes së fëmisë në shkollë dhe arsimin në rregull, edhe shkollat dhe komunat kanë për obligim të ndërtojnë rregullore të veta të cilat kanë akte nënligjore. Dhe secili institucion kur i ka të rregulluara rregulloret duhet t'i zbatojë. Dhe i zbaton. Dhe mbi bazën e kësaj, kur ne flasim se duhet dhe ka obligim institucionit të zbatojë rregulloret e veta, mbi bazën e etikës profesionale, atëherë do të merret. Jo, unë flas nga përvoja, flas nga eksperjenca e terrenit. Secili institucion ka për obligim të merr mosën e vet parandaluese dhe të jep çmimin e merituar. Ka komisionet disiplinore të cilat inicohen nga drejtorët e shkollave, vinë në drejtoritë e arsimit dhe komuna ka ekipën funksionale dhe merr mosën e shpejt. E bën derisa ta merr vendimin gjykata, që ka padi të zhvilluar në gjykatë për ngacmime të tilla, ai person me automatizëm në 30 dite ai aty ndërpret funksionimi si mësues. Kështu do të jetë një model i përgjithshëm në tërë Kosovën dhe unë po besoj që disa institucione janë duke e kryer punën e vet në këtë formë dhe ne do të thirremi se duhet gjithëherë të promovojmë dhe të sensibilizojmë se institucionet kanë ligje, kanë rregullore dhe do të kërkojnë me njëherë zbatueshmëri. Por nëse ne mendojmë gjithëherë se politika i ka përcaktuar vijat e veta, atëherë do të jemi të pafuqishëm. Për shkak se duhet më përballë me realitetin, o zotni. Realiteti është realitetin në terren, jo çka thonë librat e ligjit, po shen terren si po unë flas nga terreni, lutem, unë flas nga terreni, tham këto me shumë besim, e tham se në këtë rast roli i rëndësishëm parandalim të ngacmimit seksual në shkolla është roli i prindit. Një prind i cili e sheh që thanë 2 parafolset e mia. I pon dhe shihen qartë sjellja e pakontrollueshme një vajze e cila vjen në shtëpi e tërhequr. Nuk flet me askënd, nuk bën detyra, bie performanca. Nuk ka interesim për zhvilluar gjitha ato nevojat mbi bazën e moshës kronologjike në zhvillim, prindi duhet kërkoj informacion shtesë nga kujdesari i klasës, nga shkolla edhe nga shoqëria. Kur prindi është i vëmendshëm, është vigjilent shpejt në parandalim të kësaj, sigurisht që shkolla do ta merr në konsiderat bashkëpunimin me prind dhe do të jetë mundësia e parandalimit shpejt. Por prind, si tha kolega, janë të ngarkuar, kanë punë, i lajnë fëmijët anash, nuk merren shumë me zhvillimet e tyre dhe ata mbesin gjithherë tu e zhvillu ndjenjen që e përmenda në fillim, ndjenjen e inferioritetit dhe varësisë, për shkak se perverzi ka për obligim t'i plotësoj nevojat e veta, mbi shkaktimin e dëmeve cilat ka të bëj kryesisht tek fëmia që ta bëj inferior, ta bëj vartës, që tani fëmia nuk ka me guzoft në asnjë mënyrë
si tha ndërurja, pse s'po të reguhen rastet. Nuk të reguhen rastet për shkak se mësuesi hak merret në notë dhe në performancë ati fëmije, asoj vajze. Dhe tani do të thotë ai me kalimin e kohës krijoi ndjenja inferioriteti, krijoi ndjenjen e varësisë për cilën ajo nuk mundet me qenë vetja, me një vetë besim dhe vetë vlerësim për veten e vet, dhe guximin për të thënë dhe për të kërkuar realitetin e të drejtës së vet në shkollë, atëherë ajo do të heshtë dhe tani ky e ka mundësinë e mirë ta kryej projektin për cilën e ka nis qysh në ditën e parë, duke e ledhatu me aspektin e një ngacmimi seksual verbal që duke e stimulu, tu i tho fjalë të mira, po dukesh mirë, je vajze mirë, je stil mirë, ke vesh gjërat bukura. Këto janë këtë tendencë, janë fjalë fyese. Po të gjitha, jo vetëm në shkollë, po janë në shoqëri. Atëherë para neve po zhvillohen. Rastin e fundit bele mos të përmend me emër. Atëherë një vajzë e cila merr një profesorët, profesorët janë hallku i këtynve çështje, profesorët universitar. Kjo që është e tmeshme, po që flasin gjithmonë e mbajnë heshtjen me njëri tjetrin. Profesorat me zvete e din që ndoshta njëri profesor bën gacmime të tilla dhe pastaj heshten. Ai bie kjo që edhe shoqëria jonë është në heshtje dhe në. Dhe ky është ndihmëse një komunikimi dhe ngacmimi jo verbal që po bëhet. Për shkak se po e stimulon. Sepse ky është ngacmim, po, patjetër që po. Edhe këtë mund ta quajmë ngacmim. Kur vjen në konsideratën ngacmimi i fushës fizike, të prekja, flokut, të faqes, gjitha atyre gjërave, cilat ndoshta edhe organeve intime, prekjes në trup, ajo është e vonë, ai ka kry modelin, ai ka kry projektin e vet, tani është e vonë. Po, megjithatë, unë po flas, gjithë nga ajo pjesa për cilën ne duhet të jemi të vëmendshëm ta shpendojmë një informacion tepër të nevojshëm, me qenë se kjo është bën një dukuri normale në shkolla, të gjithë ata arsimtar cilët përzgjidhen nga organet, siç tha kolegu, nga pushteti, që përcakton atë drejtoria arsimit. Pushteti, dhe tani ata njerëz përzgjidhen jo me cilësi, jo me meritokraci, jo me një performancë në personalitet i plotësuar me gjitha vetit, dhe ai sigurisht që mundet me qenë edhe një lloj pedofili. Duke e marrë fëmijën, vajzën e re dhe ul afër tër ditën. Drejtor nuk bëhesh pa qenë pjesë e një partie. Nuk bëhesh drejtor nëse nuk je pjesë e një partie. Po është fatkeqësi, tani po e them. Sidomos e thën kjo nga një avokat është shumë e rëndë. Po, jo se këtu i kemi sektor të drejtoria arsimit është kryekput staf politik. Ja unë po e plotësoj, të lutem, a bën me plotësu vetëm. Besoj që edhe ju media dini në televizion. A bën vetëm me plotësu një fjalë për drejtorin që pu përmend nga Gjakova. Edhe po e tregoj një rast nga përditshmëria për cilën unë punoj në një ordinancë time private në Fushë Kosovë, vije dhe thot prindi kështu të gjitha gjërat, dhe unë bashkë kërkoj se çfarë ndodhi me mësuesin. Çfarë ndodhi? A mur kush mosa? Nuk ishte rasti i Fushë Kosovës. Ishte rast i një komune krejt tjetër, që nuk po du me bë me emën. Po du me rujtë edhe tërësim komunale, edhe integritetin e personit. Thot nëna me kesare, thot se ju e kanë bo drejtor të një shkolle. Ja ku erdhi. Është të tmerrshme. Ja ku erdhi. Ja ku është tani drejtori që është, po më vjen keq, s'po tham personale me dha. Po pushteti për cilën udhëheq në politikat e mira të një arsimit mirëfillt, që ne duhet besojmë në ato gjëra. Zotëri Elçani, përderisa e den drejtoren. Por edhe ti si person, si psikolog, përderisa e den drejtoren me emër edhe mbi emër. Jo, nuk e di. Nuk e den. Jo, nuk e di. Nuk më ka interesu, vetëm ka interesu se çka është bë me tha, është marrë mos, se unë e di në të shumtë në raste, 90% të rasteve. Në komunën ku unë funksionoj, jenë marrë mosat parandaluese të shpejta, përjashtimet shpejta, mosa largime nga puna, dhe nuk ka fare mëshirë ndaj këtyre personave. Jo me i stimulu në gradime tjera. Por unë po flas për ato që unë e përmenda që është përkeqësorë, ndoshta këtë do ta fitoj një vend me një përgjegjësi dhe me një autoritet më të lartë. Po, është e tmerrshme. Zona Fatime, pyetjet prej krejt që ti diskutimi, qysh me shfaqsu politikën? Po, s'mundem me shfaqsu, patjetër që jo. Qysh me shfaqsu patjetër që jo, asnjëherë. Po, ata janë njerëz që ne po votojmë.
që ne votojmë, Ne duhet për vetisohemi. cilën Ata ne duhet mendojmë mu që marrë me çështjet kryesore të krejt kësaj situate, për rregulla, për seminare, për komunikime, për krejt. po, Atëherë, unë krejt që shesha situatën edhe pri përvojës, në përgjithësi, unë muj me thonë 90% ndorë e ki ti, fëmin, si prind. Tash, sa është prindi i vetëdijshëm, Dhe vigilant. edhe vigilant është Lutem. çështje tjetër. a kemi sot Mirë, po ti ndoshta si prind besa me ki përgjithësin 90%. a kemi sot prind që marrin përgjegjësinë 10%. Po që ta e cika ma herët, që tash nuk janë gjithë prind që e marrin, që e kanë që përgjithësi, ose që e kanë që vigilencë, ose që e kanë, sa e do në punë shumë, do në mund shumë do në mund. Se ti për shambull, unë e kam fëmin 4 orë në shkollë, veç për që ato 4 orë unë edhe e qitë. Momentin që kryon që ato 4-5 orë, unë e mo nuk jam, prap jam duna me qenë funksion. Këne e ki punën, këne e ki normal edhe jeta jote që kemi funksionu obligimet tjera. Do me thonë është punë shumë e lodhshme, do në kapacitet shumë të madhë, që dikush nuk mundet me mri si prind. Po unë e mendoj që në situata caktume, nëjherë kur kom insistu edhe me prind me komuniku, edhe fëmit kur kanë vetë me zveti diçka jo fajtushme në shkollë, është shumë problem edhe me prind me komuniku. Është shumë problem u qasë edhe me prind, se në momentin që ti kërkan me folë ose diçka me diskutu një çështje, e merë sulm. Adin është shumë e pa, unë e mendoj që prind toane kanë pas ma let me neve, dhe unë shpesh ju thëmë edhe prindve të mi, ju e keni pas ma let. Se dyqysh nëse prindin tam e kanë dalë dikush. As komunikimi ma përpara nuk është shumë i lakmushëm që e kanë pas me prind. Ma shumë ka egzistua e kontrola mbi fëmi, se sa që po sot më shumë prirën prindve ta mbrojnë fëmijën se sa që të krejt probleme. Po, sepse e pata një bisedë të shkurtë ndoshta. Kjo është shumë problem i madh që në momentin që ti kërkon komunikim e merr sulm. Po, patjetër që po, dhe kjo ndodh në shumë shkolla, sidomos në shkollat private, ku sot prindrit i dërgojnë fëmijët e tyre, edhe arsyeton me unë po paguaj, kështu që ti duhesh me mbyll gojen për fëmijën tëm, mos me tregu kur gjo, po që duhesh edhe me mbrojt. Një farë lloj mënyre, sepse isha duke bërë një bisedë të shkurtë me një mësuese të një shkolle private, e cila mi tregonte problemet e tilla, por që me të vërtet janë shumë të dëgjuara këto, që prindi fillimisht mbron fëmijën, edhe para mësuesës, pastaj fëmijën mësohet që ta mbrojë veten e tij, po në shkolla publike e mbrojnë fëmin para. Patjetër që po. Fëmija duhet mu eduku që jo krejt të ledhatojnë kur del. Mendërisht duhesh me forcu. Zëra Fatime, a mendojnë që tash kur flasim për edukimin seksual, po ashtu dhe për edukimin fetar, cila ndoshta, po e them popullor që, kish kry punë në një ndoshta edukim më të mirë të fëmijëve? Unë edhe si praktikuse që jam e fes veç edhe po dukna. A tjetër që po. Unë feja e ka moralin pikën kryesore. Dhe unë mendoj nëse edukata fetare, veç me moral kishy, si land, kish pas shumë efekt. Nuk po diskutoj për tjerat. Zgjedhjet e ato mande i bën individi vetë. A ka mu bo jo se lehën landa fetare, kanë mu bo krejt fetare. Nuk është ajo. Unë se pata kërkon fetare. Ama unë u bona fetare. Unë edhe fëmijës tam nuk i imponoj kur gjo. Ama fëmija jam ka me dit pikën kryesore, moralin, edukimin. Nëse qëta se ka, s'po mduhen as peshet, as kur gjo. Unë e qëta pe du njere, mande i tjerat. E qëta, kisha pas qef me pas krejt që kjo rini. Që është për të ardhë keq. Në mënyra, mu më pëlqen që janë ma të vërtet. Janë ma të vërtet. E të thotë sinqerisht që ato që ka e ndinë ose që ka përdojnë me thonë, nuk manipulan, janë ma pak hipokrit. Rinia, mu më pëlqen kjo, ama edukimi është lënë për të dëshiruar. Që to kisha punu mas shumëti. Për që to a thash, mire ka paraforsi, nuk mund është ti me përjashtu politikën. Jo, asë njerë jo. Qato regula, qato i ka do regula institucioni si institucion, shkolla si shkoll, edhe ti pa tjetër kemi u përshtat. Edhe fëmija ju të kam ju përshtat, edhe ndoshta që kjo regullim pak
shkolla pak ajo, pak kjo edhe bëhet diçka. Jo që shton njërë që shto të shku 4 orë. Nëse të ndodhë diçka, s'ki ku mu drejtu. Ndodhë diçka në shkollë, une nuk e di ku drejtohesh. Për që ata po thëmë dush me konë qash vigjilente, deri sa të mbrin fëmija një mosh që është maj pjekon, sa që është, une zdi në shta 5-6 orë kime flajtet e s'ki asë gjumin, rahat s'ki me pas. Në 6 ka mu qu fëmija, në 6 ki mu qu me to. Adin që me pregadit, shumë është me rëndësi sot me ndërresht fëmin me forcu. Shumë është me rëndësi. Është për keqardhja, ta shkelin edhe kërkush më falë, si thot. E shkel edhe kërkush nuk thehet me thonë më falë. Është shumë për keqardhja. Nëse e ke mësu fëmijët me kërku në stop falje, më falë, po më vjen keq, më falë, po më vjen keq, edhe aty fillon bullizimi. Tash edhe aty dush me punu. Po. Që ti si prind mi thonë prit, se nuk bën dush me ditë ku me kërku falje dhe dush me ditë ku me thonë edhe falemderit. Non stop ti ki mu balla faqu. Deri sa të rritet fëmija me një mosh që i kuptan sanët tamon që shduhet. Deshta mund të lidh me leje. Mund mendoj se ka modele shumë të avancuara të aplikimit të mësimit të moralit, po edhe në kontekstin që përmeni parafolsja në kontekstin e mësimeve, do të thotë mësim besimit apo mësimeve rreth moralit, po të ndërlidhura natyrisht me aspektin e fesë. E kisha përmendur sidomos një shembull shumë interesant dhe mjaft i sofistikuar është ai që aplikohet në sistemin e Austrisë, ku nxënësit varësisht nga përkatësia atyre fetare e përzgjedhin në fillim të vitit se a do t'jenë vijus të lëndës mësim besimit për fenë e caktuar, për shembull muslimanët, katolikët, dhe natyrisht ekzistojnë edhe alternativa e tretë që është mësimi i etikës, pra morali. Në fillim të vitit ata do të përcaktoheshin se në cilën formë do të mësonin moralin, por në lanë zgjedhore. Si lanë zgjedhore. Lanë zgjedhore, pa jo bëhet vetëm pak, nuk është lanë zgjedhore, se këto tri zgjedhje i ki. Po dhe na kemi me drezën, veç pak ma vonë. Veç pak, lutam. Nëse je musliman, ata ta ofrojnë fillimisht jenë listën e muslimanëve. Ki drejt javën e parë me dalë në etikë. Nëse del në etikë, ajo landë është obligative, do të vlerësohesh për to, si për gjitha landët e tjera. Do thotë zgjedhore, sepse nuk ta imponojnë. Ka njerëz që nuk dojnë ndoshta ta mësojnë moralin, unë mendoj që është drejtë e tyre, nuk ka nevojë me ja imponu. Ajo që përmene është medresja është diçka tjetër, se është shkollë profesionale në kuptimin e mësimit të religionit, edhe katolikët i kanë shkollat e veta që edhe ata mësojnë fenë e vetë. Do thotë, kjo nuk ka të bëj me mësimin në shkolla. Kjo nuk ka të bëj me hil në thellësinë e mësimeve të fesë, por me mësimin e moralit, me njohjen e bazave themelore të asaj. Po, kjo po kërkohet, ndoshta vetëm njohja e bazave themelore që nuk e keme në asë një shkollë, po ndoshta nga njëherë asë në familje nuk i keme tek ne. Është për mu që ditë që njohjen e bazave themelore, sidomos të moralit. Po, është për mu që ditë që argumentimi kryesor në këtë kontekst ka qenë Kosova është shtet laik, po mira, këto shtete tjera, Austria, Gjermania, ato shtete katolike, po nuk ka shtete katolike të lutna, dhe ato janë shtete laike, por kur dojnë ta luftojnë faktikisht një zgjidhje e cila do të përmirësonte vetësimin e shoqërisë dhe do ta shtrinte ndikimin në luftimin e këtyre fenomeneve asociale dhe degeneruese që kemi edhe në sistemin arsimit. Po si pas juve prapë cila është më mirë, edukime seksual apo edukime fetar? Edukime seksual në asnjë mënyrë për mu. Jo. Sepse ne nuk, më falni, nxënësit nuk vujnë për mungesë informatash rreth edukimit seksual. Edukimi vetë disus. Jo, dhe vuajnë me të vërtet. Zotri Osmani. Sepse rrjetet sociale të keq informuar. Nuk mundemi me thonë përderisa sot për shembull ka në shkolla që përmendin ndoshta
ndonjë gjë që është shumë normale sa i përket edukimit seksual, edhe i vihet turp ose pastaj bullizohet për atë fjalë që më fakt se më duket unë keq kuptove. Sa i përket edukimit seksual, ne jemi populli që nuk kemi fare edukim seksual. Prandaj ndodhin edhe pardonimet, ndodhin pardonimet që çdo ditë që i kemi, patjetër që po, sepse unë mendoj që për arsye të edukimit seksual ndodhin pardonime çdo ditë, edhe dëgjojmë lajme të tilla çdo ditë. Ato ndodh për shkak të moralit, edukatës së keqe e kanë individët. Ajo s'ka të bëjë me tash këtë vorët çka nuk kupton me edukimin seksual, por tash po vjen shumë keq para shikuesve të përmendim. Për shembull në shtete të caktuara, nxënësit mësohen si të përdoren kondomet. Jo, ajo nuk është edukim seksual, zotni. Jo, ajo nuk është edukim. Edukimi seksual, të mëson ty qysh më rujt prej një ngacmimi. Të mëson ku janë kufit e dikojt, ku përfundon liria e dikojt, edhe është liria jote. Nuk është, jo, zotni, ajo nuk është. Edhe smundjet. Ajo është organizatës ndërkombëtare që na ka ardhur te na, edhe i kanë mësuar edhe na me një farë ajo është promovimi i degenerimit social. Jena keq informu. E sidomos kjo ka ndodhur mas lufte, kur kanë hyrë shumë gjana te na, sikur pa dashjen tonë kanë ndodhur shumë për të dëmtuar shoqërinë tonë. Feks kjo është, ama edukimi seksual nuk është ajo zotni, është krejt diçka tjetër. Jo, pa ke popla programin në përshtete, te përmene vetë Suedin, the, po, a ke popla programin, unë e kom qenë vetë në Suedi, edhe kom pa çka do të thotë mësojmë për ata, duke mos e ditur ne hollësit se çka përfshihet në atë edukim seksual, ne mendojmë që meqense në një shtet perëndimit kjo po zbatoj ka, duhet domosdoshmërisht ne verbresht ta marrim. Nuk bën gjona ti marrim me emocion, po duhet mundohemi të analizojmë, ti selektojmë. Unë mendoj që edukimi moral që përmendëm ne, qoftë ajo në kontekstin e përmendur apo në një kontekst të modifikuar, unë mendoj se do t'i shërbente shumë kësaj shoqërie dhe do të ndikonte në luftimin e këtyre dobërive. Po sa i përket asaj që ti e folje pak më herët në edukimin seksual, se çka mësohet në shkolla. Unë mendoj që është shumë e mirë të mësohet edhe ajo gjë që vetë përmendet ti, sepse transmetimi i sëmundjeve seksuale është shumë e rëndësishme. Patjetër që po është rrezik për jetën. Kjo është embuluar në plan programin mësimor, do thotë ne kemi në kuadër të lëndëve të caktuara, qofshin ato biologjia, për shembull, po biologjia është shkencë. Po edhe shkencë është edhe raportet marrëdhënie seksuale bëjnë pjesë në kuadër të lëndës. Ato nuk mësohet në mënyrën. Jo, po ata në internet nëse dojnë me po nuk është ajo mirë informim, ajo është keq informim nëse të informosh për interneti. Do të më qenë mësim dans i cili është i shkolluar për atë lëndë, edhe me të tregu ty edukatën seksuale. Të informojme nga interneti është gjëja ma e lehta sot, po se çka informohesh. Nuk është informim. Nga në edukata bazë, me shku në edukatë seksuale, patjetër që po. Unë po flas shkolla informon. Krejt mësohen ato. Nëse dojna me degeneru diskutimin dhe me thonë, jo, nuk është degenerim diskutimi, që me edukatën fetare do t'ja edukojmë këtë popull? Po, nuk mundemi me i thonë që deri tani shumë njerëz në emën të fesë islame shumë gjana prodhojnë të këqija. Po ashtu namër edhe namër të... Po nuk do të thotë që njëna është ma pak e rëndësishme se tjetra. Jo, nuk janë shumë të rëndësishme, se edhe në Amerikë, për shembull e ki, çdo dielle kanë me shku në kish. Edhe nuk e mësojnë në shkollë, po e mësojnë në kish edukatën fetare. Te na veç burrat shkojnë të premteve në xhami, nuk shkojnë gratë. Shumë pak gra shkojnë. To tani janë çështje tjera. Po janë çështje, po do të më përmend edhe kjo. Masi po flasim edhe për fejt, mendoj që është e rëndësishme më përmend edhe kjo. Si jo veç me shku diçysh si pak prek atu, po. Mundemi na me fol, se ndoshta edhe unë kom fol përpara diçka që ti se praktikon ose diçka që ti se ke. Derisa jena thirrën këto, jena shumë njerëz proces informues edukativ. Me një fjalë po thoshte marrim konotacione të ndryshme në aspektin fetal modern. Po kjo është edukativ informues.
për mosha të caktuara. Nuk mundesh një fëmijë të vogël mi thonë, po është moshë të caktuar që edukon për shëndetin, të drejtat, detyrimet, rregullat, sjelljet, çfarë janë edukim. Nuk është tabu edhe me fytyrë për edukat seksuale, çka do të qoftë dikon. Jo, mos kapim vetëm të një, është pak e përgjithësuar. Që kjo është tabu te edukon dhe informon, njëkohësisht. Te fetarët, jo. Patjetër, po elementi bazë është për shembull fetar, pajtohen plotësisht edhe unë, po më shumë është edukon dhe informon njëkohësisht për moshat të caktuara, jo shumë të ri, por janë moshat të cilat janë moshat adoleshente, të cilat janë moshën më të ndihshme. Që nuk din as pak, ndoshta sa i përket. Të edukohet, informon, nëse prindi nuk ka njohuri, nëse prindi nuk ka njohuri, atëherë është kjo që e ndihmon. Po tek ne as prindi nuk ka njohuri për gjëra të tilla. Tek ekstreme jo. Sepse nuk e kemi pas. Po jemi në 1 minutë të fundit të emisionit. Ne jemi duke fol vetëm për shkolla. Kjo është dukuri që duhet akoma të zhvillohet edhe për te shkollës, për shkak se edhe në institucionet tona të Kosovës, njerëz që kanë përgjegjësi dhe ndoshta autoritet të lartë në udhëheqje, si vartës, krijojnë dhe zhvillojnë këtë dukuri, duke ndihmu persona të caktuar, femrat pa të caktuara, me rrit në pjesën e përgjegjësisë, në rolin, duke kërku në këmbim atë pjesën e shpërblimeve seksuale. Që është për keqardhje. Nuk është tek mosha e fëmijëve kjo të ndodhë, tek fëmijët cilët nuk dinë se çfarë po ndodhin me ta. Por po ndodhet të një kategori për cilët janë të rritshëm, kanë kryer shkollë, janë të vetëdijshëm, kanë hecë, kanë ndërtuar veten dhe ata pranojnë një gjë të tillë të ushtrohet ndaj tyre. Për shkak se është egoja e ulët e tyre, duke menduar se vetëm duhet me funksionu në një pozitë më të lartë, që merr këmbim në shërbim të plotësimit nevojës seksuale nga perversi që është udhëhec i tyre. Është për keqardhje kjo. Kjo është dukuri që na ndodh edhe në institucionet tona. Unë e di që kjo temë është shumë e gjerë për me u folë, sidomos me panelistat të tillë kur kam çka flasë dhe çka diskutoj me ta. Unë ju falenderoj shumë juve që keni gjetë kohën sot më ardh dhe me diskutu për një temë të tillë. Shpresojmë që të bëhen sa më shumë tema të tilla, që të luftohen fenomene të tilla, nga po ashtu panelistë të tillë që faktikisht kanë informacione edhe dinë se si t'i këshillojmë ose të dojmë ndoshta një mesazh të përshojmë tek ata që ju falenderoj edhe një herë. Për fundun e kisha dhënë një mesazh. Patjetër që po. Faleminderit shumë për mundësinë, sinqerisht për ta evituar këtë çështje, këtë dukuri në zhvillim të hershëm. Unë kisha rekomanduar secilin prind që ka fëmijë në shkollë të jetë vigjilent, të kërkoj cilësi në edukim dhe në zhvillimin e tij. Dhe institucionet tona të bëjnë të pamundurën, më të mirën në parandalimin e kësaj dukurie me ekspertët të cilët duhet t'i fusin në punë, psikologët, se ata janë dera e parë e cila ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve në zhvillim të hershëm. Kjo. Faleminderit. Ndoshta ndonjë mesazh të shkurtër dhe nga ju shpejt. Me një mesazh shkurt, më mirë t'i përdorim fjalët e mira, se me respekt i fiton krejt. Do të ishte më mirë që prind të punojnë sa më shumë me fëmijët e tyre, dhe raportimi këtyre rasteve është një guxim, nuk është për dikon që thot frikë, por të raportohen dhe të mbrohet shoqëria jonë, dhe secili të merr një dënim të merituar. Faleminderit shumë, zotëri Osmani. Unë mendoj që më spaku që përmendëm është jashtëzakonisht e rëndësishme është stigmatizimi që këto viktima faktikisht përjetojnë. Andaj i kisha lut publikun që rastet kur i shohin që po ndodhen ose kanë dyshime të saktuara, ti lajmërojnë organet përgjithëse dhe të marrin masa konkrete, efektive për luftimin e kësaj dukurie shumë të dëmshme për ardhmërinë e fëmijëve tonë. Unë them që prind do të me konë ata që japin fëmijës shumë dashni e të shumë ngrohtësi, t'i mojnë nga të vetës, edhe të flasin me ta lirshëm, që deri nesër me pas një fëmijë me ditë çka do të thotë më mbrojt, edhe çka do të thotë respekti për dikon edhe respekti i ndërsjellë.
Unë ju falenderoj edhe një herë për një diskutim ka cilësor kënaqësi me ju pas në studio në këtë diskutim. Heshtja nuk e mbron askënd, përkundrazi jep forcë abuzuesit. Çdo fëmijë meriton të shkojë në shkollë pa frikë, pa presion dhe pa u ndjerë i cenuar. Lufta kundër ngacmimeve seksuale fillon me guximin për të folur, me reagimin e institucioneve dhe me një shoqëri që zgjedh të mos hesht më, sepse siguria e fëmijëve nuk është temë debati, është përgjegjësi e të gjithëve. Do shta me këtë mesazh po përmbyllim edhe diskutimin e sotëm. Ju falenderoj që jeni çdo ditë bashkë me neve, vazhdoni të shndroni në programacionin e televizionit Kanal 10, 10:10 bashkë me Losai Liu në ora 16 deri në orën 17:30. Nuk e dim se çfarë teme ka zgjedhur ajo për ju, se gjithmonë a lën kështu në befasi. Drilon Fesh, Agon, Nehar, falenderoj shumë që jeni çdo mëngjes bashkë me mua. Falenderoj regjis, po ashtu Alinda je fantastike në gjithë organizimin e pikës së ditës. Falenderoj gjithë juve, vazhdoni të shndroni me ne. Deri të hënën, mirëmbëjtje.